Luhatjet e temperaturave po dëmtojnë edhe sektorin e bletarisë. Ata që merren me blet thonë se ulja e ndjeshme e temperaturave ditët e fundit në një kohë që ajo ishte gati të shtohet, po e dëmton shumë sektorin e bletarisë. Lazim Miftari nga Dobrova e Peshkopis shprehet se dëmi mund të jetë i madh nga këto ndryshime klimatike të befta në këtë periudhë që bleta duhet të dalë në kullot. Por kjo sipas tij pritet për t'u parë pas pak ditësh. Si vjet është një vit, priteshte si vit i mbar, po ndryshimi i temperaturave di kohët e fundit është shumë problem se i ka gjetë bletët në një fazë që ka nis pjelljen edhe i shpërndar komplet tufza dhe me thënë të drejtën ka një dam shumë të madh. Herën e parë u bë një dam kolosal, si të thush, për bletët e dobta më tepër, ndërsa koshat e fuqishëm që priteshte gati që të përgatiten për shtesa ose për vendosje deposh, ajo të shohim se ç'është bë mbas 3 ditësh, 4 ditësh. Si është. Nga ana tjetër, bletari Lazim Miftari thotë se problem mbeten edhe preparatet e spërkatjes së pemëve futore kur janë në lulëzim. Sipas tij, kjo po e dëmton rënd bletarin pasi nuk ka kontrollin e duhur nga ana e institucioneve përgjegjëse. Tek neve nuk është vetëm problemi i ftohtit, po është edhe një problem tjetër që këta pak fermerë që kanë ngel në zonë, në lidhje me preparatet që po marrin ca preparate që janë të damshme me bletët, akoma sheten, edhe këtë kemi problemin akoma më të madh neve. Cilat janë ata më cilësisht? Vallai me thënë drejtën me zëra nuk i njoh unë, po sidomos është një preparat që spërkasin për mollën që shin dardhën, gjitha, po edhe për zhdukjen e barit, sidomos në ato toka që i mbjellin edhe për zhduk ferën, barin, ai është armiku kryesor i bletëve, shumë i damshëm. Është i pak kontrolluar. Pastaj mbrapa vjen edhe në lule, po si vjet nuk e di se i ka prish edhe pemët, nuk e dim se si do jetë viti. Do jetë një vit, them që po vazhdojnë me preparate si vjet, do jetë një vit po prap i njëjtë, se vjet dolëm gati të thuash me 100% humbje me prodhimin, nuk patëm prodhim fare, se që e një vit shumë i nxehtë, pa lagështi. Këtë vit u bëj thirrje autoriteteve të shtetërore që të bëjnë një kontroll më të detajuar për sa u përket shitjes së preparateve të spërkatjes. Një tjetër shqetësim që ngre bletari Lazim Miftari është edhe subvencioni që merret për bletët. Dëmtimi që pësojnë bletarët në vendin tonë nga faktorë të ndryshëm nuk merret parasysh nga shteti, ndryshe nga shteti fqin i Maqedonisë së Veriut, ku nëse dëmtohet një koshere, shteti jep 325 euro. Subvencioni me 1000 lekë të reja për kosh, ma merr mende që është shumë qesharak për sa i përket kësaj. Duhet të shikohet pak më gjerë në lidhje nga autoritetet qeveritare, se shtimi i numrit të bletëve nuk pështohet në vitet e fundit, po paksohet, po bie. Ne jemi vetë ata që e kemi organizuar edhe po shohim në lidhje me shtesat e bletëve që shumë bletarë kanë informacion shumë të pakët. Unë vetë me bletë jem marrë gjatë gjithë jetës, që se kam lindi, kam pas në familje të trashëguar nga baba. Vazhdoj, sot i kam në 4 parqe bletët e ndame plus biznesi tjetër. Po në lidhje me bletët po të regoj një diçka, vitin tjetër më bëj një dam, fatkeqësisht që edhe juve si gazetar keni qenë këtu kur më dosh fabrika. Nuk erdhi kush me pyet nëse sa dam bletësh të bën, sa subvencion. Në i kohë në shtetin fqinj, arrusha ra tek një kolegi imi, edhe shteti e kompensoi me 325 euro për një kosh blete. Kjo të bën disi të pakënaqshëm për me u marrë me e vazhdu. Po prap ne vazhdojmë se kemi trashëgimi familjare. Bletari Lazim Miftari kërkon nga shteti që të shtojë më shumë mbështetje ndaj sektorit të bletarisë pasi po vihet në rrezik.